Nuk ishte një nismë pa rezultat. Ministrat e jashtëm të Groenlandës dhe Danimarkës deklaruan se bisedimet diplomatike me Shtetet e Bashkuara kanë qenë në masë të madhe konstruktive, por kriza megjithatë nuk konsiderohet se ka marrë fund. Ata paralajmërojnë se ende nuk ka një zgjidhje përfundimtare lidhur me kërcënimin që sipas tyre përbën mania e presidentit amerikan Donald Trump për marrje nën kontroll të territorit autonom. Bisedimet ishin pozitive, por e ardhmja e Groenlandës mbetet e paqartë. Ende nuk jemi aty ku duam të jemi. Rruga përpara është e gjatë dhe është ende herët për të thënë se ku do të përfundojmë. Në të njëjtën linjë u shpreh dhe ministri i jashtëm danez. Nuk kemi dalë ende nga kjo situatë dhe nuk kemi një zgjidhje përfundimtare. Megjithatë, pozicioni ynë sot është shumë më i mirë krahasuar me disa javë më parë. Trump ka vijuar të shpreh publikisht dëshirën që Groenlanda të bashkohet SBA-s, duke justifikuar këtë me interesat e sigurisë kombëtare. Megjithse një traktat i vitit 1951 i lejon ushtrisë amerikane që të krijojë dhe drejtojë baza ushtarake në Groenland, Trumpi argumenton se mbrojtja e territorit mund të garantohet plotësisht vetëm nëse ai është në pronësi të SBA-s. Ai thotë se Kina dhe Rusia mund të përbëjnë një kërcënim për Groenlandën, sidomos me shkrirjen e akullnajave dhe hapjen e rrugëve të reja detare në Arktik. Si rezultati i tensioneve u krijua një grup pune i përbashkët mes Danimarkës, Groenlandës dhe SBA-s, dhe Rasmussen konfirmon se takimet e para tashmë kanë ndodhur dhe bisedimet do të vazhdojnë.